Sot pra do të flasim për atë se sa po gjen zbatim programi kombëtar për kryerjet e dhunës ndaj grave. Raporti e përfshin një analizë të përgjithshme të kornizës ligjore, por të njëjtën kohë e kemi bërë edhe një analizë të praktikës gjyqësore për të pa aktgjykimet specifike në mënyrën e asaj se sa po gjen zbatim ose sa po obligohen në zbatimin e detyrimeve të caktuara kryerësit e dhunës, dhe në të njëjtën kohë raporti ka një fokus të veçantë edhe në zbatimin institucional, në atë se sa po gjen zbatim në institucionet specifike. Dhe tash pikërisht fokusi është ri prej vitit, do të thonë prej një periudhe para se me u lansu programi që është lansu në fund të vitit 2023 dhe tutje, do të thonë deri në fund të vitit 2025 për me mujt me pa nëse ka pas një ndryshim në trend të praktikës gjyqësore në aspekt të zbatimit të të programeve të masave të tilla para lansimit të programit dhe pas lansimit të programit. Ajo që fillimisht kemi gjetë në kuadër të hulumtimit është se në vendin tonë ende nuk është funksionalizuar ky program në formën e tij të detyrueshme dhe vazhdon të zbatohet vetëm mbi baza vullnetare. Standardet të cilat dalin edhe prej procedurave të monitorimit nga Grevio e përcaktojnë dhe e kërkojnë që shtetet duhet sigurohen që programet për kryerësit e dhunës të referohen edhe në mënyrë detyrueshme nga sistemet penale, por edhe që të ketë mundësi të programeve vullnetare. Në vendin tonë aktualisht ky program gjen zbatim vetëm mbi baza vullnetare dhe për këtë kemi analizuar 50 aktgjykime, sepse e dini që tashmë një kohë aktgjykimet nuk publikohen për rastet e dhunës në familje, është vetëm një numër i caktuar i tyre që janë publik në kuadër të veçantë së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, prandaj edhe numrin për me siguru një mostër të tillë ka qenë pak sfiduese, por kemi arritur të identifikojmë. Qëllimi dhe fokusi ka qenë tek aktgjykimet dënuese penale në rastet e dënimeve me kusht dhe në këtë rast kemi kërkuar të gjejmë nëse në këto aktgjykime gjykatat kanë shqiptuar edhe detyrimet që rrjedhin nga neni 56 i Kodit Penal në lidhje me disa prej 15 masave që shqiptohen, një prej të cilave përcaktohet edhe detyrimi për të ndjek programe të caktuara të rehabilitimit. Dhe në gjitha këto raste nuk kemi gjetë, domethënë asnjë rast ku është referuar ndonjë kryerës në kuadër të programit kombëtar për kryerësit e dhunës ndaj grave në Kosovë. Kemi pa, domethënë që gjykatat e kanë kufizuar dënimin me kusht vetëm në pezullimin e ekzekutimit të dënimit, pa e shoqëruar me masa shtesë rehabilituese, ndonse në 10 prej këtyre 50 aktgjykimeve është kërkuar edhe mbikëqyrja nga shërbimi i sprovues. Për neve diçka edhe më specifike këtu ka qenë fakti që në asnjë prej këtyre aktgjykimeve nuk kemi arritur të gjejmë arsyetim specifik prej gjykatës pse nuk është referuar në kuadër të kësaj dispozite të Kodit Penal, sepse procedura në këtë rast e kërkon që të bëhet një vlerësim i rrethanave personale dhe atyre në lidhje me kryerësit në mënyrë që pastaj të përcaktohet edhe lloji dhe kozgjatja e dënimit dhe pastaj edhe këto detyrimet e tjera. Por fatkeqësisht nuk kemi arritur të identifikojmë, domethënë arsyetim as ndonjë arsye se pse nuk është përdor këto detyrime dhe thjesht për këto situata ne kërkojmë që të ketë një zbatim më të saktë kësaj dispozite përkatësisht të vlerësohen të gjitha rrethanat në secilin rast specifik dhe pastaj në përputhje me dispozitat ligjore, me rrethanat faktike dhe specifike të kryerësve të mund edhe të bëhet referimi në kuadër të këtij programi. Këtu duhet të theksojmë që gjatë fazës së konsultimeve që kemi pas me aktorët institucional, me përfaqësues të tjerë nga gjyqësori që kemi pas prezent në kuadër të konsultimit, ka dalë rekomandimi që gjyqësori kërkon që të bëhet ndryshimi i Kodit Penal në mënyrë që specifikisht të kërkohet dhe të adresohet çështja që referimi në programin e kryerësve të jetë i detyrueshëm dhe të parashihet në mënyrë specifike. Ju përgëzoj për punën që keni bërë me publikimin e këtij materiale, po ashtu edhe për punën që bëni në përgjithësi në funksion të llogaridhënies dhe transparencës në sistemin gjyqësor. Sa i përket raportit, materialit të publikuar, të dhënat e nxjerra nga ky material tregojnë një ngjecje
të gjitha mekanizmave në funksion të zbatimit të programit kombëtar për kryerësit e dhunës ndaj grave. Sa i përket sistemit gjyqësor, për cilin edhe jam i thirrur të flas, shtoj se përkundër faktit që sot sistemi gjyqësor ballafaqohet me sfida të shumta, ballafaqohet mungesë buxhetit, stafit, kushteve në vend punës, megjithatë dhënat e nxjerra nga ky raport nuk mund të arsyetohen. Po ashtu, duke marrë parasysh natyrën specifike të disa veprave penale, për këtë arsye dhe drejta penale moderne, edhe kodi penal i Kosovës ka para pa sistem të kombinuar të sanksioneve penale. Kjo në funksion të qëllimit realizimit qëllimit dënimit, respektivisht në parandalimin e kryerësve në kryerjen e veprave penale, por edhe në rehabilitimin e tyre. Për këtë arsye, sot dispozitat penale në veten ngërthejnë edhe një dozë të humanitetit dhe për realizimin e këtij qëllimi e drejta penale përveç dënimeve kryesore ka para pa edhe dënime plotësuese, dënimet alternative si dhe masa të cilat mund të shqiptohen ndaj kryerësve të këtyre veprave penale. Po besoj që pjesa e kodit penal i ka para pa të gjithë mekanizmat të cilat nëse zbatohen do të ndikonin jashtëzakonisht shumë në funksion të realizimit të këtyre qëllime, pra qëllimit parandalimit të kryerësve të veprave penale, por edhe në rehabilitimin e tyre në tërësi. Duhet ta kemi parasysh që sa i përket rekomandimeve të nxjerra nga ky material, pajtohen plotësisht që detyrimet e parapame me nenin 56 kodit penal duhet të jenë pjesë e gjykimeve të gjyqtarëve në gjykatat e Republikës Kosovës. E po ashtu është edhe nevojshme që gjyqtarët të mbajnë trajnime sa i përket këtyre çështjeve dhe të adresohet çështja në mënyrë shumë ma serioze. Sa i përket gjykatës nga e cila vi, që është gjykata themelore në Prishtinë, me lejoni t'ju njoftoj që kjo pjesë tashmë vetëm është shtruar si diskutim në kuadër të kolegjiumit të gjyqtarëve të kësaj gjykate dhe besoj që me të njëjtin seriozitet do të trajtohet edhe nga gjykatat të tjera në nivel vendi. Po ashtu, po besoj që duke qenë se raporti përfshin periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, aktualisht besoj që gjendja në sistemin gjyqësor është më e mirë në raport me dhënat e nxjerra nga ky material, pasi që në kohën e fundit ka shumë gjyqtarë të cilët edhe e bëjnë zbatimin e këtyre dispozitave të cilat luajnë një rol të jashtëzakonshëm në vetë funksionin e qëllimit dënimit, por edhe në parandalimin e kryerësve të veprave penale. Faleminderit. Është një temë që nuk është hulumtu rreth saj shumë, edhe pse ne si sektor që jemi pjesë e që merremi me këtë çështje, bajagi shohim që ka sfida dhe ka mundësi për përmirësim, edhe besoj që përmes këtij hulumtimi dhe këtij raporti gjithë ne do të përfitojmë në mënyrë që të shohim mundësitë që aty ku mundemi me përmirësu, pse jo. Faleminderit shumë Arita për gjithë korrekcitë tone, gjatë kohës sa kemi shkëmby kështu informacionet deri në publikim të këtij raporti. Siç u përmend, Shërbimi Korrektues i Kosovës në kuadër të mandatit të saj në zbatim të programeve rehabilituese për personat që mbahen në institucionet korrektuese, prej vitit 2024 kur ka fillu ky projekt, ky program me mbështetjen e Këshillit të Evropës, një projekti specifik që ka mbështet këtë fushë, është trajnu një staf diku prej 15 personave, mirë po 5 zyrtarë, nga këta 15 kanë qenë zyrtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës. Dhe duke pa numrin e kufizum të stafit të trajnuar për këtë program specifik, me qëllim të zbatimit sa më të mirë të këtij programi, kemi ndërmarrë një iniciativë ku personat e dënuar të kësaj kategorie i kemi vendosur vetëm në burgun e Dubravës, për shkak se stafi i trajnuar kanë qenë kryesisht nga ajo pjesë. Ndërsa me kohë kemi pa lëvizje dhe të stafit, edhe ngeljen me një numër më të vogël se ky që ishte 5. Tu e pa këtë problem në institucionin ton, vitin e kaluar kemi fillu bisedimet me projektin e Këshillit të Evropës prap, ku kemi insistu që të mundsohet faza e dytë e trajnimit të zyrtarëve për çështje sociale. Kemi në kuadër të Shërbimit Korrektues, kemi zyrtarë për çështje sociale dhe zyrtarë që merren veçanërisht vetëm me zbatim të programeve.
dhe qëllimi kryesor ka qenë rritja e kapaciteteve të shërbimit korrektues Kosovës për zbatim të këtij programi edhe në qendra tjera korrektuese. Ku fatmirësisht në muajin maj që shkoi edhe u realizu certifikimi i 16 zyrtarëve tjerë, edhe një ka mbet nga faza e kalume, kështu që aktualisht i kemi 17 zyrtarë që janë të certifikuar për zbatim të këtij programi. Si sfidë që kemi pa tjetër përveç kapaciteteve tona të brendshme në zbatim të këtij programi, ka qenë edhe vazhdon me mbet koha e shkurt e dënimeve të këtyre personave në raport me kohëzgjatjen e programit, sepse ky program sipas standardeve që i ka zgjat 6 muaj. Ku një herë në javë mahet një sesion i këtij programi, edhe kjo ka paraqit dhe vazhdon me paraqit një sfidë, sepse përfshirja e këtyre personave shumë shpesh ndodh që këta persona nuk arrin me i përfundu të gjitha sesionet e këtij programi. Edhe pse metodologjikisht ky program e lejon një fleksibilitet të kyçjes së individëve qoftë në seancën e 2 apo të 4 apo të 5, varësisht. Mirëpo çka më ka gëzuar si fakt është që grupi i fundit që ka përfundu janë 8 persona që kanë arrit me përfundu komplet programin, do të thonë për 6 muaj. Sa i përket edhe statistikave edhe si sfidë tjetër në përpilim të listave të pjesëmarrësve është se stafi shkon edhe i lexon aktgjykimet një nga një për shkak se kemi raste kur ka të dënuar që janë për shembull të dënuar për kanosje apo lëndim trupor, mirëpo stafi shkon edhe e analizon rastin edhe shet që ajo vepër vetë është ndërlidh me dhunën ndaj gruas. Në mënyrë që t'i përfshijmë sa më shumë këta individ sa janë në kohën sa janë në institucionet tona. Sfidë tjetër është përmend edhe në raport është që këto programe nuk janë detyruese. Stafi jon, domethënë këto realizohen në baza vullnetare të secilit individ që është aty. Mirëpo stafi me të vërtetë bën përpjekje shumë të mëdha në vazhdimsi, komunikon me ta edhe mundohet që me i bind që me qenë pjesë e këtyre programeve. Edhe kjo më gëzon shumë që edhe përkundër që këta persona nuk janë lehtë të qasshëm edhe kryesisht nuk e pranojnë veprën cilën e kanë bërë. Kemi një numër secilën herë rritje nëse e shohim me statistikat, vetëm këtë gjysmë-vitit 2026 e kemi një pjesëmarrje shumë më të madhe se sa vitin 2025 dhe 2024. Andaj siç u përmend edhe si rekomandim, po të ishin këto programe detyruese, sigurisht që numri do të ishte më i madh edhe sigurisht që rezultatet në rehabilitimin e tyre do të ishin më të mëdha dhe më të rastësishme. Shpesh fokusin e kemi vetëm tek reagimi emergjent ndaj rastit, ma shumë flasim për ndjekje penale, mirë po nuk flasëm shumë edhe për shërbimet që i kemi për obligim me i ofru qoftë për viktimat, po ashtu edhe për ushtrues të dhunës. Dhe normal edhe qëllimi krejt këtij programi ka këtë që të sigurohemi që këta ushtrues të dhunës nuk do të na bëhen më recidiv, do t'i mësojmë pasojat e sjelljeve tyre dhe numri i rasteve të dhunës të shpresojmë se edhe do të reduktohet. Mirë po asnjëherë nuk është qëllimi që ushtruesve të dhunës t'ju krijohet përshtypja se ata e kalu një program dhe kjo të mirët edhe si një lehtësim në dënimin e tyre. Këto janë edhe disa prej gjetjeve që edhe raporti i thekson dhe duhet gjithmonë ta kemi fokusin tek viktima, të sigurohemi që viktima është duke u ndjerë e sigurt, fëmijët e përfshirë në ato rast janë duke u ndjerë të sigurt, dhe se vetëm në ato raste kur komuniteti, viktimat janë duke u nditur që është punu me ushtruesin dhe janë duke u nditur të sigurta, mund të themi se ne kemi arrit ta zbatojmë programin në mënyrën e duhur. Pra, mos prapë du me theksu, sidomos për gjyqtarët këtu, po edhe mbrojtësit e viktima, prokurorët të jenë shumë të kujdesshëm që nesër kur vjen deri te përfundimi i programit nga një ushtrues i dhunës, mos të mjaftohemi vetëm me ndjekjen e këtij programi, po të sigurohemi që më të vërtet ai person e ka ndryshuar sjelljen dhe ka mësuar
nga veprimet e dëmshme të cilat I ka shkaktuar. Gjithashtu, çfarë duhet sot ta theksojmë dhe që del edhe si gjetje këtij hulumtimi sot, është që një program për të funksionuar nuk mjafton vetëm të hartohet, mjafton të ketë ngritje të kapaciteteve të gjitha infrastrukturave, të gjithë zyrtarëve të cilët kanë për obligim ta zbatojnë atë. Mirë po në anën tjetër gjithmonë duhet të ketë edhe një buxhetim adekuat financiar për një zbatueshmëri sa më të mirë të këtij programi, sepse programi nuk kufizohet vetëm në zbatim nga institucioni korrektues dhe sprovues, ai në të ardhmen mund të zgjerohet dhe të zbatohet edhe nga shoqëria civile, nga organizata të cilat do të licencohen për ta zbatuar programin dhe në vijim me këtë duhet jemi shumë të kujdesshëm që linjat buxhetore të dedikuara për trajtimin dhe rehabilitimin e viktimave mos të ngatrohen me linjat e buxhetimit për programin e ushtruesve të dhunës. Kjo është kërkesë vjen edhe nga Konventa e Stambollit që këto linja të jenë të ndara që në të ardhmen mos të ndikohet buxheti dedikuar për viktima të shfrytëzohet edhe për ushtruesit e dhunës. Pra të kemi shumë të qarta disa aspekte të cilat na presin në të ardhmen edhe në ndryshimin e legjislacionit dhe në një përmirësim të buxhetimit të gjitha shërbimeve që ne I kemi po ashtu të mangëta fatkeqësisht në Kosovë. Shpresoj që gjetjet dhe rekomandimet e këtij raporti të shërbejnë si nxitje për institucionet që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për funksionalizimin e plot programit, forcimin e mekanizmave të referimit, rritjen e transparencës dhe vendosjen e sigurisë së viktimave në qendër të çdo ndërhyrje. Sepse në fund ditës, matësi I vërtet I suksesit të politikave tona nuk është numri I dokumenteve të miratuar, por numri I grave që arrin të jetojnë të lira nga dhuna.